nga Leonard Koja në Window Radio.de. Miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se takohemi në datën 27 mars sot, 2026, pra jemi në emisionin Horizon dhe unë jam Leonardi live këtu nga studio qendrore në Gjermani. Kemi qenë dje, si thosh, nuk keni patur emision, sigur keni patur dhe parë dhe njoftimin, për arsye sepse dje kanë luajtur dy kombëtarët tona, si Kosova, si Shqipëria, kanë luajtur turin eliminator apo para kualifikues për në botëror, ku fatkeqësisht Shqipëria humbi dhe u eliminua, por ne nuk mund të themi që u eliminua Shqipëria sepse kemi Kosovën dhe Kosova është Shqipëri dhe Kosova është e jona dhe falë Zotit Kosova arriti me një lojë fantastike të fitonte dhe uroj të gjithë shqiptarëve këtë gëzim të madh që Kosova shkon në finale para se të vendoset prapë në botëror dhe shpresojmë që Kosova të fitojë edhe me Turqinë në datën 31 mars që është ndeshja e finale. Okej, unë do të prezantoj për të gjithë miqtë e mi, për të gjithë ata miqtë e rinj, se ku mund të ndjekin Window Radio. Window Radio ndiqet në disa mundësi, në disa platforma, pra ndiqemi në website-in zyrtar windowradio.de, ku aty ju mund të lexoni edhe informacione, lajmin e fundit që ne përcjellim apo që përzgjellim për ju. Po ashtu mund të ndiqni edhe emisionin live, po ashtu dhe muzikën që përzgjell DJ Bledi. Po ashtu ne jemi në dy platformat kryesore botërore ose platformat më të mëdha të radiove globale. Pra jemi në Radio Box dhe në TuneIn. Ju mjafton që të shkarkoni njërën nga këto platformat, është mundësia të shkarkohet në Apple Store, në Play Store, është pa pagesë, dhe aty të kërkoni Window Radio dhe mund të ndiqni emisionin, po ashtu dhe muzikën 24/7. Jemi edhe në platformën Radio Shqip, ku janë radiot kryesore shqiptare dhe edhe këtu po e njëjta procedurë, pra mjafton që të shkarkoni këtë platformë dhe mund të na ndiqni. Si dhe në Google Search, mund të kërkoni Window Radio Live dhe ne jemi live në emisionin tonë. Po ashtu është edhe faqja zyrtare e Facebookut, windowradio.de, ku ju mund të komentoni, mund të dërgoni pyetje dhe në varësi të kohës do përpiqemi që të përzgjellim në një pyetje edhe nga ju dëgjues. Për të gjithë ata që kanë dëshirë të ndjekin emisionin apo nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin e plot, emisioni është në ritransmetim sonde në orën 3 pas mesnatë, pra në orën 21 me orën e Amerikës, si dhe nesër në orën 13 me orën evropiane. Pra ritransmetimi është vetëm në radio, vetëm në për këto platforma që unë ceka më lartë, po ashtu jemi edhe në shumë platformat e tjera. Emisioni do jetë nesër edhe në faqen zyrtare të YouTube-it, në Horizon Window Radio hapësirë.de, ku ju këtu mjafton të bëni një subscribe dhe të gjitha emisionet tona, programacionet tona mund t'ju vinë pra në njoftim dhe mund t'i ndiqni. Të nderuar miq, do kërkoja diçka për ju shumë miqësisht, sepse edhe ne nuk është se fitojmë diçka, as ju nuk humbni gjë, por t'i bëni një shpërndarje Facebookut, në faqet tuaja apo në për grupe të ndryshme ku ju jeni të antarësuar, që të kemi mundësi të kemi sa më shumë miq, sepse Window Radio është vetëm për ju dhe ne përpiqemi të jemi shërbëtor të drejtë të çdo dëgjuesi. Sigur e keni parë edhe në njoftimin që ne kemi bërë për emisionin e sotëm, sonde unë kam një të ftuar vërtet është e veçantë dhe gjithmonë është e gatshme të jetë në Window Radio dhe të japë mendimet e saj apo të shpreh atë mendimin e vet të lirë, sepse më thënë të drejtën në Shqipëri kanë ngel shumë pak zëra të lirë që flasin, që ngelen zë, që komplementohen vetëm nga e vërteta dhe asgjë tjetër. Dhe kjo është Alesia Balliu, e cila vazhdimisht është gjithmonë prezent se që ne e ftojmë dhe për këtë jemi mirënjohës pafund, sepse duke patur parasysh që është fundjavë dhe ka edhe obligimet e veta familjare, por Alesia gjithmonë është prezente për të komunikuar me ne të diasporës. Zonja Balliu, mirëmbrëma, përshëndetje.
Mirëmbrëma, kënaqësia është e imja dhe ju përgëzoj juve për këtë iniciativë të bukur që bëni të mundur që mendimet tona të shkojnë në diasporë, aty ku ka shqiptar dhe kanë interes për të dëgjuar diçka ndryshe. Shumë faleminderit dhe e the shumë bukur të në fund diçka ndryshe, sepse edhe ju në të vërtet jeni ndryshe. Pra, duke patur parasysh të gjithë ata që janë në atë tregun politik, nëse mund të përdor kështu, ju jeni ai personi ndryshe dhe si ju ka shumë pak dhe për këtë sinqerisht do ju kurajoja që të jeni kështu dhe të mos tjetërsoheni gjatë rrugës. Ju falenderoj. Pa dash të zgjasim shumë këtë lloj hyrje, sepse nuk duam të bëjmë monolog njëri me tjetrin, do më lejosh të them Alesja kështu në mënyrë miqësore, pa këto zonja ballive këto, sepse ju jeni zonjë vërtet dhe s'keni nevojë t'ja deklaroj unë në radio, por kam vënë re që pak para disa ditësh ju keni bërë një njoftim apo një shpallje që ju do kandidoni për kryetarët e Partisë Demokratike, pra do të kandidoni përballë doktor Berishës. Dhe nëse dim ne, Partia Demokratike ka zgjedhjet në maj. Tani, pse zgjodhet pikërisht që ju të kandidoni përballë Berishës në këtë moment të opozitës? Sepse është momenti i duhur që opozita të ketë zgjedhje dhe opozita të ketë zgjidhje. Unë nuk garoj përballë Berishës si individ, por sfidoj modelin e Sali Berishës. Kur them që sfidoj modelin e Sali Berishës, do të thotë që unë sfidoj të vjetrën, sfidoj mungesën e garës, sfidoj pa diskutim raportin që ka Berisha kundër me drejtësinë, sfidoj pa diskutim raportin që ka kundra Berisha me ndërkombëtarët. Unë jam e kundërta e asaj çka sot përfaqëson Berisha si model, jo si individ. Kështu që unë sfidoj modelin Berisha dhe duke sfiduar modelin Berisha pa diskutim që jap një mesazh te gjithë ato që më ndjekin dhe që duan riformimin e Partisë Demokratike, demokratizimin e Partisë Demokratike, por mbi të gjitha për gjithë ato që duan një PD më të fortë, më të bashkuar dhe një PD në të cilën vlerësohet gara dhe ku fituesi premiohet. Absolutisht, jam dakord, por ju thoni jo përballë ose jo si individ Berisha, por përballë modelit. Por duke pasur parasysh që modeli është frymë në Partinë Demokratike dhe Po pikërisht. ju mund ta sfidoni vërtet të frymë apo është ajo pjesa që ju po përpiqeni të hapni debat? Unë nuk po përpishem të hap debat, unë po përpishem të jap kontributin tim për demokratizimin e kësaj partie duke sfiduar modelin e vjetër, modelin e humbjes, modelin që ka bllokuar PD-n sot me ndërkombëtarët, modelin që është kundër drejtësisë. Unë kam hyrë në këtë garë për bashkimin e demokratëve, kam hyrë në këtë garë që 30% të jenë të rinj, kam hyrë në këtë garë që profesionistët dëgjohen, kam hyrë në këtë garë për të ndryshuar të vjetrën. Nuk kam hyrë në këtë garë për t'i zënë vendin Sali Berishës. Nuk është e thënë të iki Berisha e të vi unë. Absolutisht nuk e bëj për karrike personale, mund të vi Ervini, mund të vi dikush tjetër. Thelbi slogani tim dhe arsyeja pse unë kam hyrë në këtë garë është që tjetër rinia në drejtim dhe e shkuarat mbetet pas. Të kemi një politikë moderne e cila flet gjuhën e sotme, jo gjuhën e 30 viteve më parë. Kemi nevojë që politika të cilën neve bëjmë pjesë të shërbej qytetarit, përpara se neve të kërkojmë votën tek militantët, mos flasim për pushtetin, po të flasim për problemet reale që kanë qytetarët sot. Unë po kërkoj një politikë ndryshe dhe këtë e sjell duke sfiduar modelin e vjetër, që është modeli Berisha, dhe pa diskutim duke Precisht dakord që të sfidohet modeli i vjetër, sepse ne po flasim për Partinë Demokratike, por modeli i vjetër jemi mësuar sepse modeli i vjetër është edhe nga ana tjetër, pra në Shqipëri nuk kemi ndryshim të leadershipit. Ai që bëhet. Po pa diskutim janë të dy autokrat. Diferenca është që ai tjetri është në pushtet dhe unë flas këtu dal kundra Berishës sepse unë jam demokrate, nuk jam pjesë e Partisë Socialiste, se nuk mund të flas për struktura të cilat nuk i njoh. Nuk po duam të flasim për ato struktura, por po flas që në këto 35-6 vite
pluralizëm në Shqipëri, jemi mësuar që sikur edhe një kryetar shoqate, një shoqat të ndërtohet, të zgjidhet kryetar dhe ai aty rri kryetar. Kështu e kemi edhe në politikë dhe më duket se kemi në kulturë në këtë pjesë, me fjalë që o të parë të ndryshë zbanë. Po për të kësaj, shiko Alesia, ju keni hell veç shpalljen për të kandiduar për kryetarët Partisë Demokratike dhe keni përkras nga mbrapa dhe çfarë ndryshimi sillni ju ndryshe? Keni përkras, keni një platformë, keni filluar të merrni kontakte dhe me një platformë të qartë dhe jo thjesht që unë duhet të kandidoj dhe pra të serun Unë ja u thash pa diskutim, kjo nuk bëhet për një post personal, nuk bëhet për karrierë politike. Kjo bëhet për një shërbim ndaj demokracisë, për një shërbim ndaj demokratëve, por mbi gjitha për ta bërë PD në fituese. Dhe PD-ja fituese bëhet ndërmjet debatit, ndërmjet garës, ndërmjet meritokracisë. Unë nuk jam tek shembulli që kryetari të jetë i vetmi dhe gjithë strukturat punojnë për kryetarin. Absolutisht jo. Partia Demokratike lindi si ideal, nuk lindi ti shërbej një individit vetëm. Dhe sot fatkeqësisht gjithë struktura po i shërben një individit vetëm. Unë jam zotëri për një kryetar opozite i cili lufton për demokratët, jo për veten. Sot Sali Berisha po lufton për veten e tij, po përdor Partinë Demokratike si mburoj ndaj problemeve që ai ka, qoftë me institucionet e drejtësisë, qoftë me ndërkombëtarët. Që Partia Demokratike të jetë fituese, i duhet të jetë e hapur, i duhet të jetë pa diskutim në një raport pro me ndërkombëtarët, por mbi të gjitha i duhen profesionistët dhe fituesit. Nuk mund të kalojmë nga humbja në humbje dhe ta shpallim humbjen fitore. Unë kundra këtij modelit jam. Pa diskutim që programi nëse më aprovohet kandidatura, pasi kjo parti fatkeqësisht është kthyer në një bunker personal ku unë mendoj në optikën time që ai nuk do lejoj asnjë nga kandidatët garoj, pasi ai ka frikë nga gara, ka frikë nga e vërteta, ka frikë nga e drejta. Pasi ai sot sepse ka humbur besueshmërinë në zotëri, në publik. Dhe ai mos kishte frikë do na lejonte neve të garonim. Ai leadership nuk është më, sipas statutit, patjetër që ka frikë nga rinia, patjetër. Kjo është absolute që ka frikë nga rinia. Sepse nëse ai nuk do kishte frikë, ai mund na. Për çfarë hynin nga ju përdesë dini se ka frikë dhe s'ju lejon? Tani si do bëni ju? Unë do ndjek procedurën në zotëri ligjore, do pres që të dali drafti që të dorëzoj në mënyrë formale dhe ligjore kandidaturën time. Sot që flasim nuk është shpallur akoma nga grupi punës një draft. Prandaj kjo garë nuk është e drejtë që në nisje. Sepse nëse ti, zotëri i dashur, ke vetë shpall kandidaturën në kundërshtim me statutin, dhe ti do të sërish të garosh për ty të legjitimohet, ama për kandidatin tjetër, këtu dua të përmend zotin Saliani që nuk ka shkel statutin, ti nuk e lejon të garoj se i thua ke shkel statutin. Kjo është çmendurim zotëri. Statutin këtu e ka shkel vetëm Berisha, sepse neni 46.8 thotë qartë azi që personi i cili nuk fiton zgjedhjet jep dorëshën dhe nuk është më kryetar. Kështu që për mua, e thot statuti mua nuk e thot Berisha. Po pra, që këtu pra garashe pa drejtë. Po, çfarë dhe grupi i leadershipit aty brenda Partisë Demokratike me sa ne lexojmë nga jashtë, pra thonë atë që kryetari largohet kur janë zgjedhje normale, por këto zgjedhje që kaluan të 11 majit ishin fars dhe kryetari nuk ka. Tani të lutem, këto janë retorika boshe. Tani nderuar janë, po. Mund të ta shpjegoj shumë qartë që këto janë retorika boshe, ke zotëri nga maji i vitit shkuar që janë bërë zgjedhjet, po vjen maji i vitit tjetër që jemi në 2026, pse nuk i ka provuar zotëria që këto zgjedhjet ishin fars, po vajti u ul kokulur pranoi mandatet e Parlamentit Krimit. 1. E dyta, zotëria në një vit e ka mbledhur vetëm një herë Këshillin Kombëtar sepse ka frikë të dëgjojë zëra kundër, ka frikë të dëgjojë të vërtetën. E ka kthyer atë partinë bunker për interesat e vet personal dhe familjar. Partia nuk është pronë private, zotëri, dhe nuk duhet trajtohet si e tillë. Partia Demokratike është aset kombëtar e cila i shërben demokratëve, por mbi të gjitha gjithë qytetarëve dhe gjithë Shqipërisë. Sot Berisha po mban peng jo vetëm opozitën, por gjithë Shqipërinë duke mbajtur Ramën në pushtet. Nuk mbajtur Ramën në pushtet? Po si mban Berisha? Patjetër duke mbajtur relegacinë e tij.
Opozit që lufton për vete, Nuk do Berisha të vijë të bëhet kryeministër? Zotri, tani dëgjoj, nuk është dëshira e tij as aspirata e tij të bëhet kryeministër. Tani nëse do të flasim në një logjik të ftohtë, kohën e tij politike ka pas në 2013, kur ai u përball me Ramën dhe pa diskutim humbi. U përball sërish në 2025 sërish të humbi. Unë nuk besoj personalisht tek rikthimet e treta me një fitore imagjinare. Dhe pa diskutim them që çdo njeri politik duhet di kur ka fillimin dhe ka fundin. Sot që flasim Sali Berisha është kryetari i PD-s prej 35 vitesh. Nuk ka drejt kjo parti të ketë një leadership të ri, nuk ka drejt kjo parti të ketë një vizion të ri. Ka plotësisht të drejtë të ketë dhe ne këtë duam. Tani unë do të flas pak edhe për parimin e ciklit politik. Tek parimi i ciklit politik, tu i referohen pa diskutim ndryshimit e elitave. Për këtë kanë folur filozofë të mëdhenj si Vilfredo Pareto, i cili në teorinë ku fliste e thoshte qartë asgjë, nëse një klasë politike qëndron për një kohë të gjatë në pushtet, ajo humbet kontaktin me realitetin. Dhe fatkeqësisht ky është rasti konkret i Partisë Demokratike, por dhe i Partisë Socialiste. Por nuk dua ndalem tek Partia Socialiste, por tek Partia Demokratike, pasi nuk është çështje imja. Në këtë prizëm, Sali Berisha ka humbur kontaktin me realitetin dhe sot kjo parti e cila quhet demokratike nuk po ndalon garën, nuk po lejon antarët e saj të garojnë, po përjashton individ që kanë kontribute në Partinë Demokratike, vetëm sepse do sekretari i përgjithshëm, pas një fakt, pas një provë, çdo person që mendon ndryshe është i shitur te Rama, është i bler dhe i vihet lloj-lloj pseudonimi si dhe zotit Saliani që e kanë bërë bashkëpunëtor me krimin. Nuk është demokratike kjo. Do diskutoj pak për zotin Saliani, por do doja një pyetje ndryshe pak për ju. Ju thoni Berisha, okay, Berisha është dakord, është lideri, është po fund është një individ. Ju keni kontakt ose përkrahje brenda kryesisë, Këshillit Kombëtar, kësaj kupolës, po themi kështu, të Partisë Demokratike, keni përkrahje? Unë kam kontaktet vazhdueshme me demokratët dhe këtu sërish ju gabon sepse nuk është. Okej, ndoshta Berisha do me hap garë, ndoshta janë këta që s'hapin garë, ndoshta janë këta që duan të hapet gara, ndoshta Berisha nuk do të hapet garë. Ato janë i nderuar, ato janë individ për mua pa bosh politik. Për mua janë 40 pa. Berisha është më i afti nga ata. Po bosh politik, ne ata kemi 30 vjet. Pa diskutim ato duan që t'jetë Berisha aty, se po nuk ishte Berisha aty, ato nuk marrin dot as rrogën as benefitet. Ke dëgjuar ti në ide politike nga këto politikanë se si bëhet vendi më mirë? Ke dëgjuar ndonjëherë këto të flasin për qytetarët? Pse nuk ishte në rregull Partia Demokratike, zotëri? Se këto akuzojnë Salianin, më akuzojnë mua tani si të shitur, tani më akuzojnë mua si të shitur. Sali Berisha, zotëri, pse nuk ishte me protestuesit? Por unë nuk do dalë më të protestoj për interesin personal, Sali Berishës, unë do dalë të protestoj aty ku është e drejta, aty ku janë qytetarët, aty ku bëhet padrejtësia. Ky është modeli im ndryshe që dua të jap politik. Për mua nuk ka rëndësi kupola, për mua ajo kupol është e pavotuar nga populli, për mua ajo kupol mori një shuplak të merituar 11 maj. Sot ata e kanë dhënë luksin Ramës të ketë 83 mandate. Ti më flet mua për një kupol dështake, për një kupol e cila nuk përfaqëson askënd. Nuk po flas, po këta kanë 30 vite, 35 vite, të njëjtit, po thjesht të njëjtit janë, me fjalë ndonjë pak mund të ketë lëviz aty, por meqense përmend rrjollin, unë e kisha në fakt pyetje dhe kam patur edhe një dy pyetje nga dëgjues, me fjalë nga pikërisht nga këta të prekujt të rrjollit. Ju faktikisht shpeshherë keni mbështet dhe edhe madje keni mbajtur edhe qendrim për protestën e rrjollit dhe kush është një mendim i juaj për këta njerëz të rrjollit, duke patur parasysh që njihni edhe ligjin dhe ato kanë të drejtën e tyre për të mbrojtur pronën e tyre. Patjetër që në opinionin tim personal është një uzurpim që është bërë pasi askush nuk mund të ketë aq tokë sa pretendon zoti Ulaj. Dhe pa diskutim banorët kanë të drejtën e tyre të mbrojnë pronën e tyre, të drejtën që kanë për ta trashëguar atë pronë.
Kështu që unë pa diskutim që kam dalë kam folur pro banorëve, kam shumë protesta, jo vetëm në rjoll 3 herë, kam shumë edhe përpara SPAK-ut kur e kanë zhvilluar, do jem edhe në datën 30 që do ta zhvillojmë para parlamentit, dhe pa diskutim që do jem krah të banorëve, jo krah të oligarkut. Do jem krah të banorëve, jo krah të qeverisë. Do jem krah të banorëve, jo krah të Sali Berishës. Ju keni kontaktuar personalisht vetë me zotin Boçi si drejtues politik apo me deputetët e Shkodrës që Nuk kam kontakt, nuk kam kontakt me zotin, nuk kam kontakt me zotin Boçi për shkak të manipulimit zgjedhjeve që u bën Elbasan, që e di gjithë Shqipëria konfliktin tim, por që pa diskutim që e kritikoj hapur Partinë Demokratike që nuk është me banorët, por është me oligarkun për interesat e kryetarit tyre, dhe unë këtë e them pa frikë. Okej, më përmendën disa herë zotin Saliani. Tani, përjashtimi i zotit Saliani është një vendim politik apo është një vendim për të eliminuar zërat ndryshe brenda Partisë Demokratike? Për mua është një absurditet politik, sepse zoti Saliani unë e njoh që kur kam ardhur në Tiranë, e kam suportuar kur ka qenë kandidat për forumin rinor, ka një trajektore gjatë në Partinë Demokratike, ka bërë burgun për Partinë Demokratike. Zoti Saliani tha një... Madje Berisha e quajti të përsekutuar politik, të burgosur politik. Berisha e quajti edhe të birësuar politik, se është mësuar t'i bëj vetë këto birësime dhe mendon se i bëjnë të gjithë, edhe i ngatron njerëzit me veten e tij, siç birësoi Lulin, siç ka birësuar dhe tjerë aty te ka Kupola që më përmendet ti, se njeriu që i citon këto gjëra i bën vetë, edhe pa diskutim që do t'ja hedhë të tjerëve. Për mua duhet lejohet zoti Saliani të garoj, është një djalë i ri, një djalë që do riformatimin e Partisë Demokratike, do ndryshimin e kësaj partie dhe nuk ka asnjë arsye pse mos garoj. Shiko, okej, Berisha dakord, por shumë i zëshëm dhe shumë kundërshtar ka qenë edhe zoti Flamur Noka, sekretari i përgjithshëm. Tani që kur thua Flamur Noka, sekretari i përgjithshëm, e ulim nivelin e bisedës fare. Është një individ i cili për mua nuk ka as bagazhin e dur, unë nuk e kam zgjedhur ndonjëherë, edhe kur kam qenë PD nuk kam pasur kontakte me të. Në kontekstin e zotit Noka, që kur ka rënë partitë ketë numrin 2 Flamur Nokën dhe atë nivel gjuhe që ka Flamuri, për mua është një parti e cila pa diskutim nuk ka se si të silli frymën e fitores. Shiko, okej, të në gjë që i kemi diskutuar dhe dim, sepse brenda asaj Partisë Demokratike ose asaj Kupolës, duke patur parasysh qëndrimjes se ishin dhe sot, aty ka problematikat pafundme, duke filluar edhe me kryetarin e grupit parlamentar, s'kan lënë gjë pa thënë në këto vite, por gjithsesi, me njerëzit që kanë zënë ndryshe, për shembull siç është zoti Murrizi, siç është zonja Tabaku, Ali Mehmeti, doktor Ilir Ali Mehmeti në ato foltore të Salianit ishte në të parën, në dytën prezent, zoti Kalaja. Pra, me të tillë njerëz, me të tillë zëra, keni komunikim, keni mbështetje, po ndërtohet një grup apo një fraksion i ri brenda PD-s? Tani, pa diskutim që kam kontakte, madje kam konsiderat për disa nga emrat që përmendë, që jam pa diskutim Sonja Tabaku, zoti Morrizi, por që çdo njeri ka të drejtën e tij për të shprehur dhe të drejtën e tij për mos u shprehur. Kështu që unë respektoj çdo në zgjedhjet e tij personale. Unë personalisht kam bërë një luftë publike të hapur dhe të drejtë për drejtë, për ato që më ndjekin mua e kanë parë trajektoren time, dhe pa diskutim për ato që të cilët nuk kanë dëshirë të shprehen me zë, unë i respektoj, sepse çdo njeri është i lirë të bëjë zgjedhjen e tij, prandaj jemi në demokraci dhe prandaj unë kërkoj që kjo garë të jetë një garë demokratike dhe të jetë një garë në të cilën të gjithë ne të lejohemi të garojmë. Në fund të ditës kisha i trëmbet Sali Berisha, qofse i ka të sigurta votat nga elektorati, kush është pengesa që ne pengohemi të garojmë? Si mendoni se do e hapni këtë derë që ju të kandidoni?
Unë nuk mund të flas pa marrë përgjigje zyrtare. Në momentin që do marrë përgjigje Keni zyrtare, dorëzuar ju kërkesën që po të akoma më jeni... zotëri se nuk ka dalë drafti, po pres të dali drafti në konform të rregullave ligjore, unë do të shkoj personalisht në selinë e Partisë Demokratike, do të dorëzoj dokumentacionin, kur të më kthejnë përgjigje, qoftë pozitive, qoftë negative, do jem sërish këtu në radio me ju t'ju them çfarë hapash do ndjek, po s'mund të flas pa e marrë një përgjigje zyrtare nga ana e tyre dhe pa çuar dokumentacionin. Unë po pres rregullat në konform të rregullave. Sa zgjat kjo pritja, kjo rregullat, ky drafti, Po tani duhet kishte dalë më zotëri, duhet kishin dalë listat e antarësisë, votuesve, kishte një debat midis kandidatëve që antarësia të votonte. Ky është një proces jo i rregullt, por shumë unë gjithsesi po pres. Unë luftën time e bëj për demokratizimin e kësaj partie, nuk e bëj për post personal. Nuk e bëj Tiki Berisha, të vi Alesja, mund të vi Ervini, mund të vi kushdo tjetër, ja u thash dhe në fillim të emisionit, slogani është që jetë rinia në drejtim dhe shkuara pas. Ka ardhur koha ta lejmë të shkuarën pas, ka ardhur koha të kemi një politikë moderne. Ishte e mira, më thon drejtën, por tani për këtë kam hyrë në garë. Ajo që më diferencon mua nga kandidatët e tjerë është që vi nga fusha e drejtësisë. Jam një person i cili nuk kam pasur pushtet, jam një person i pastër dhe një person që do vetëm të mirën e Partisë Demokratike. Dhe prandaj unë kam folur hapur duke cituar çdo problematik që ajo ka, sepse e vërteta duhet thënë, duhet pranuar në mënyrë që ne të rregullojmë veten dhe pastaj të sfidojmë kundërshtarin. Në të kundërt ne nuk fitojmë dot. Ja, absolutisht. Shiko, të bëj një pyetje drejt për drejt, meqense disa herë përmendim zotin Saliani. Edhe zoti Saliani po thjesht të njëjtën gjëra thot, me fjalë të njëjta shqetësime ngre, por për zotin Saliani janë shumë më të vrullshëm apo shumë më të egër drejtuesit e Partisë Demokratike dhe vetë Berisha, pra, sepse thonë është vetë përjashtuar, jo përjashtuar, nuk e di. Por do jeni për zëm se çdo gjë do shkoj mirë, do dalë drafti, do aprovoheni dhe do jeni përballë me Ervin Salianin. E shikoni aleat apo rival? Zotin Saliani. Absolutisht, zotin Saliani, unë nuk e shoh rival, sepse jemi të dy pjesë e Partisë Demokratike, kemi bërë të dy luftë për Partinë Demokratike, kemi bërë të dy sfida me kundërshtarët dhe pa diskutim nëse do ta fitonte zoti Saliani, unë isha shumë e lumtur. Për mua nuk ka rëndësi kush e fiton. Për mua rëndësi ka që drejtimi të shkojë tek rinia. Të ketë garë, të ketë drejtësi, të ketë meritokraci, mos ta mbyllim garën, mos jetë vetëm Berisha ai që do garojë apo do vetë besohet siç kanë plan ta bëjnë. Sepse kjo nuk quhet më Parti Demokratike, por quhet bunker. Mos shkelet statuti. Unë jam për rregulla, nuk ka lidhje nëse antarët e PD-s votojnë zotin Saliani, unë do ta suportoj dhe pa diskutim do bëhem bashkë me to që të ecë përpara kjo parti. Unë nuk kam hyrë në këtë luftë për ego personale, kam hyrë për parime dhe për ideale, dhe idealet e mia kanë lidhje me demokratizimin e strukturave, kanë lidhje që fituesit garojnë me kundërshtarët, jo humsat, cilët premiohen, se janë çokat personale të kryetarit. Jo individ cilët janë të lidhur me pushtetin sot të jenë deputet Partisë Demokratike, zotëri. Për këtë kam hyrë në këtë garë, nuk kam hyrë në këtë garë që t'jem unë o s'ka. Nuk ka uni është Berisha, unë për këtë model po sfidoj. Prandaj kur ta nisa intervistën tash, unë nuk sfidoj individin, se unë nuk kam gjë personale me Sali Berishën. Unë e kam me modelin e Sali Berishës në politikë. Dhe modeli Sali Berishës në politikë është modeli që nuk i duhet demokratëve, nuk i duhet shqiptarëve, nuk shërbim për ta sjellur Partinë Demokratike në pushtet. Unë votën e antarëve nuk do ta fitoj se sulmoj Sali Berishën, por do ta fitoj votën e antarëve duke i bërë ata të kuptojnë që me Sali Berishën PD-ja nuk vjen kurrë në pushtet. Pasi ky individ ka probleme me drejtësinë dhe probleme me faktorin ndërkombëtar. Jam dakord, Alesja, shiko, jam dakord, Alesja, por faktikisht ne kemi kaq minuta që më bëjmë mohabet, ose përpiqem të ndjek edhe qoftë ju, qoftë zoti Saliani, kur jeni të ftuar nëpër mediat e Shqipërisë, por
të gjithë thoni që duhet të ndryshojmë modelin, por akoma nuk kemi një platformë të qartë se si do Zotri, po ndryshohet ju ky model. kërkoni një Pra, ju duke kërkoni një filluar me platformë kodin, pa u duke filluar, aprovuar. por Po jo, ju pra shiko, ju jo thjesht kërkoni Partia një platformë Demokratike. pa u aprovuar kandidatura. Ju kërkoni Ti do platformë pa u aprovuar. ti do bësh kryetare e Partisë Demokratike dhe Partia Demokratike duhet të marrë në pushtet të bëhet qeverisëse. Por që të bëhet qeverisëse Po ta janë thash shumë më probleme të zotri, tjera. pa tjetër, Pra, po ta kush thash është demokratizimi i platforma? partisë, demokratizimi pra i partisë demokratike 30% e rinisë tjetë në drejtim të strukturave, të dëgjohen profesionistët, të bashkohet çdo demokrat i cili është larguar nga Partia Demokratike. Këto janë 3 pika kryesore. Si do jetë Alesja lista e deputetëve, do jetë lista apo lista e mbyllur? Unë jam kundra listave të mbyllura, jam kundra shokave, unë kam... Kush është mendimi që është hedhë nga Rama dhe nuk po diskutohet më për 100 deputet, pra holli Rama si ide, ajo është çështje tjetër për të mos patur partitë e vogla në përkëm. Unë për listat e mbyllur... Është problemi se qëndrimi juaj si kandidat të rinj, qëndrimi im ka qenë i qartë dhe kam thënë për listat e hapura. Nuk jam për listat e mbyllura. Jam për listat e hapura ku fituesit të jenë ata që do ta drejtojnë. Nuk jam për listat e mbyllura që të vijen çokat e kryetarit, sepse modelin e listave të mbyllura e patëm dhe ishte një dështim i vërtet. Unë jam për lista 100% të hapura, të jenë të dorë të demokratëve, në dorë të popullit që të votojnë individët të cilët janë të denjë për të përfaqësuar ata në parlament, individët cilët janë të denjë të fitojnë, por mbi të gjitha individët të cilët i duan realisht njerëzit, jo individët të cilët i vën kryetari për shok. Okej, shiko, Saliani dhe Alesja Balliu përballë njëri tjetrit kandidat për kryetar të Partisë Demokratike. Berisha ka tjetër. Pra, 3 kandidat për marrën të mirëqen dhe votat antarësisë normalisht do shpërndahen. Tani, a mendoni që ju edhe në këtë lloj mënyre pe çoni votën tek Berisha apo do keni një bashkëpunim dhe njëri nga ju do largohet? Pra po marrë shembull ty dhe Saliani, se ndoshta mund të ketë edhe të tjerë që kanë dëshirën për të kandiduar, po. Sepse është edhe zonja Evi Kokalari që ka shprehë. Nuk e njoh. Nuk e njoh. Zotin Saliani e njoh. Sepse pa diskutim kam bërë sfida me të. Zotin Berisha e shoh përdit tek selia e PD-s, kurse me personin tjetër nuk e njoh sepse nuk kam qenë as në protesta dhe kur nuk e njoh dikë nuk e komentoj. Nuk e kam në kulturë ta komentoj. Dakor, po ashtu. Po flas, ju me zotin Saliani. Pra deni përballë, pra deni 3 kandidatësh. Ju, zoti Saliani dhe zoti Berisha. Tani, këto vota do shpërndahen. Keni menduar, keni diskutuar me zotin Saliani, keni biseda bashkë ju, një strategji bashkë? Zotin, ne nuk e kemi strategjin bashkë, pasi secili nga ne ka një agjendë vet, pasi e kemi hedhë të 2 kandidaturën, por siç ta thash, unë këtë nuk e bëj për post personal, dhe nëse pa diskutim me zotin Saliani do bashkunoja. Në fundit ne edhe për post personal e bëjmë, sepse duam të japim atë kontributin. Jo, nuk është. Unë kontributin tim e jap, por nuk është qëllimi im Tiki Berisha të vi unë. Ta thash edhe një herë, nuk e kam aty fare. Unë e kam Tiki modeli Berisha. Tiki modeli Berisha, kështu që pa diskutim unë do bashkunoja me zotin Saliani. Po më lër pra ta mbaroj, sa aty do dal. Pa diskutim që do bashkunoja me zotin Saliani me Rinin. Me Rinin për demokratizimin, për hapjen, për riformatimin. Absolutisht nuk jam tek e vjetra. Për mua e vjetra duhet mbetet pas. Nuk mund të ketë më të ardhme dhe nuk kam më të ardhme. Do ketë vetëm dështim mbas dështimi dhe kjo do mbaj socialistët dhe për një legjislaturë tjetër në pushtet. Po, zoti Saliani tha që në bisedë private kishte thënë Berisha që jam i detyruar ta mbaj Ramën deri në vitin 2033. Për këto biseda nuk kam djeni edhe nuk mund të shprehen pasi nuk kam qenë pjesë e tavolinës, kështu që nuk marr atribute që nuk më takojnë në rastin konkret. Okej, ju flisni për Rinin, pa do ofroni Rinin, po si keni marrëdhëniet me kryetarin e Forumit Rinor? Shumë të mira, është një djalë i cili është djalë i ri, djalë i cili ka dhënë kontribut në Forumin Rinor të Partisë Demokratike. Kam raport shumë të mirë. Mendoni që është një suportues i juaj?
unë në kuadrin Ose të bëj një pyetje politik, ndryshe. Okej, bëj një pyetje ndryshe. Kini deputet ose mi thënë ndonjë deputet që ju përkrah kështu hapur ose ndonjë po figurë ishtë në që kryetari i bëhet PD-s ka publike? dalë hapur në suportin tim, ishtë në kryetari i Partisë Demokratike, zoti Spaho, që e vlerësoj shumë edhe për suportin, edhe Zotit për Spaho. po, ka dhe shumë figura që janë të rrecit tim, të avokatisë, intelektualit me fill që më kanë suportuar të kandidatura, dhe pa diskutim që mua kjo më jep forcë për të ecur përpara. Dhe pa diskutim që unë sfidën time nuk e mbyll këtu. Shiko, Alesja, ju e dini shumë mirë se me çfarë ujrash ndotoi Partia Demokratike që nga viti 2021 dhe çfarë problematikash kishte. Tani, a mendoni që edhe ju ndoshta në një farë mënyre duke pasur parasysh gjithë këto probleme që ju i shtruat, në një farë mënyre po e çoni Partinë Demokratike drejt një përçarje tjetër? Jo, absolutisht jo. Sepse përçarja në 2021 nuk erdhi nga humbja e zgjedhjeve. Përçarja në 2021 erdhi pasi kryetari mori një vendimarrje personale. Të njëjtën gjë që po bën dhe Berisha sot me ne që nuk na lejon të hyjmë gar. Po pra, ai nuk do t'ju lejoj. Dhe si do jetë pra procedura juaj, si do procedoni? Pra, a do Tani partia hyri në një përçarje pasi ai zotëria nuk i kishte votat. Kurse sot partia nuk po kërkon të hyjë në përçarje, po kërkon të hyjë garë. Nuk shoh përçarje, sepse e kërkon statuti garën. Është statuti që e kërkon garën. Kurse në ato vite që ju flisni, ishte zotëria i cili bëri luftën për të njëjtat parime që sot po i mohon. Kështu që një person i cili nuk mban dot fjalën e tij nuk mund të qeverisë shtetin nesër. Sali Berisha nuk mban dot premtimin e Nenit Basha që e ka shkruar vet. Si mund të qeverisë ky zotëri nesër Shqipërinë? Kur këtij i ka humbur besueshmëria tek qytetarët shqiptar. Problemi më madhor i Berishës në opinionin tim nuk është vetëm me ndërkombëtarët, por është edhe me popullin shqiptar i cili e ka refuzuar dy herë dhe pa diskutim unë ja thash dhe ja u rikthem nuk besoj tek rikthimet e treta. Jo, dakord, por po themi me fjalë, ju parashtruat disa probleme, ndoshta edhe me të drejtë këto probleme sepse ju i dini më mirë, por duke patur parasysh nëse këto probleme nuk nxerrohen, por vazhdojnë të thellohen dhe kush është hapi juaj pra do të çoni sërish Partinë Demokratike drejt një përplasje pra të antarëve, të antarësisë, brenda jush, pra brenda Partisë Demokratike? Ju premtoj që do keni një intervistë me mua ekskluzive sapo të marr përgjigje në zyrtare nga PD-ja. Deri atyre nuk mund të flas në mënyrë hipotetike, nëse kjo do të ndodhi. Në moment që do të ndodhi, unë do marr veprimet e mia dhe në ato momente do keni një intervistë ekskluzive. Me kënaqësinë më të madhe. Unë të jam mirënjohur sepse ju gjithmonë jeni përgjigj në pozitive çdo ftesë tonën. Për mua është kënaqësi pasi një zëri vërtet i diasporës. Po kuptoj diçka tjetër që po zbulojmë pak nga pak edhe Alesin që flet me diplomaci, mi fjalë kështu, me pak më ndryshe. Pra do presim të shohim, kështu që po do presim sepse nuk e kam një përgjigje formale dhe zyrtare në këto momente dhe pa diskutim deri në një moment dytë nuk mund të flas. Shiko, pse opozita po bën disa protesta. Partia Demokratike po bën disa protesta me qytetarët dhe në çdo protestë thuhet që sot do rrezohet Rama, sot do rrezohet Rama. Bëhet xhirë në bulevard dhe njerëzit largohen, përcjellen për në shtëpitë e tyre. Tani, cila është arsyeja që Partia Demokratike nuk po arrin të rrezojë Ramën? Është çështje vizioni, çështje dëshire, çështje që populli, qytetarët nuk besojnë më tek Partia Demokratike. Kush është këndvështrimi juaj? Se këtu ndoshta nuk keni nevojë të jeni shumë diplomatë. Atëherë, këto protesta bëhen për mbijetesën politike të Sali Berishës, pasi këto protesta Sali Berisha i bën për të marrë frymë politikisht e për të thënë që unë jam lideri i Partisë Demokratike.
Problemi këtyre protestave nuk është se janë të padrejta, pasi kauza e demokratëve është e drejtë, por personi që e udhëheq protestën është një person i cili ka damkën, i korruptuar nga SBA-ja dhe i korruptuar nga Londra, të cilën e kanë dhe me vendim me gjyq. Tani, ti po ikën të bësh një protestë kundër korrupsionit kur je i korruptuar vetë. Që këtu bi narrativa dhe nuk mobilizohen qytetarët, por mobilizohen vetëm militantët e Partisë Demokratike. Dhe që të bëhet ndryshimi i madh, duhet mobilizohen gjithë qytetarët, që ti të kesh shumicën e qytetarëve cilët realisht e bëjmë ndryshimin. Por qytetarët nuk e bëjnë të ndryshim për të hequr një të korruptuar dhe për të sjellur një të korruptuar tjetër. Dhe kjo është e gjithë panorama fatkeqësisht ku ndodhet Shqipëria sot. Prandaj vijnë dhe deklaratat e zonjës Marta Kos. Qofse në atë vend tha ne pranojmë korrupsionin, atëre ju keni problem vete, tha. Edhe kjo është e vërteta. Dhe kjo është situata. U bë shumë zhurmë aty dhe Berisha bëri edhe disa deklarata të forta për zonjën Kos. Dhe kush është interpretimi juaj i asaj deklarate? Interpretimi im është Berisha si gjithmonë armën më të fortë ka shpifjen. Unë nuk e pash ku e ka farë zoti Berisha që ajo u bë ortake me Edi Ramën, kur ajo e sulmoi qeverinë Rama për shkak sepse ato votuan pro Belinda Ballukut edhe mbajtën atë me imunitet edhe votuan kundra SPAK-ut, dhe bëri një deklaratë kundër qeverisë socialiste, ndërkohë zoti Berisha e përkthen sipas interesave të tij caktuar, duke thënë që shqiptarët nuk e duan korrupsionin, ndërkohë zotëria është non grata vetë, që këtu bie gjithë teza. Jo, më thënë të drejtën atë deklaratën e zonjës Kosovë, unë e lexova gati më të këndvështrimin tuaj, pra sepse ajo përfshiu tha edhe vendet e tjera të Ballkanit, me fjalë, jo thjesht Shqipëria, pra janë vende që janë kandidate për në BE, por popujt e tyre janë të po patjetër se kush do e kupton objektivisht. Berisha gjithmonë i kupton mesazhet si do vet. Kështu që në këtë kontekst nuk kam çfarë komentoj më. Nëse më lejon, më vjen një pyetje nga një mik imi këtu në Gjermani, thotë, okay, na falenderoj për emisionin dhe ne përshëndesim, falenderoj. Thotë Leonardo, nëse mund të më pyet, thotë zonjën Balliu, thotë, sepse vërtet kam respekt për të, por a mendon vërtet zonja Balliu që mund të fitojë përballë një strukture të Berishës? Tani, unë e thash edhe një herë që sfidoj modelin Berisha. Unë fitoj mbi modelin Berisha, fitoj me të drejtën, fitoj me të vërtetën. Kauza ime është që të rinovohet, riformatohet dhe tapet gara te kjo parti. Nëse bëhen këto gjëra, unë jam e fituar. Nuk e bëj për post personal që tiki Berisha e të vija Lesi. Absolutisht jo. Të nderuar miq, nëse më vini re, po eci pak shpejt me bisedën, sepse me zonjën Alesia Balliu kjo ka dhe disa obligime të tjera dhe unë duhet ta falenderoj përzemërsisht që ajo është me ne sonde dhe nuk u tërhoq si disa të tjerë që na kanë premtuar dhe ne janë tërhequr, por ne do përpiqemi që t'i bëjmë të gjitha pyetjet dhe të ecim me kohën që zonjën Alesia ta lëmë të lirë, sepse fundit është fundjavë dhe të gjithë duhet kemi mirë kuptimin, sepse jemi gjithë familjar. Zonjë Balliu, shiko, bëj një pyetje drejt për drejt. Ju do kandidoni. Unë uroj që edhe të fitoni, por po e marrim se ju nuk do të fitoni. Kush është qëndrimi juaj? Do rrini në Partinë Demokratike apo do ndahen rrugët në Partinë Demokratike? Tani, unë jam demokrate dhe jam e djathtë dhe pa diskutim nuk e gjej veten time të një forcë tjetër politike. Unë do bëj luftën time për idealet e mia, për parimet e mia dhe pa diskutim që kjo nuk ka të bëjë fare me rezultatin e këtyre zgjedhjeve, pasi qëllimi im është i qartë. Demokratizimi i strukturave, riformatimi i Partisë Demokratike, bashkimi i demokratëve, por mbi të gjitha një PD e fortë, një PD pro drejtësisë, një PD pro ndërkombëtarëve dhe një PD pro demokratëve. Jo një PD e cila kryetari sot lufton për veten,
se jo për demokratët. Kështu që lufta ime do të vijojë për këto parime, derisa ta kem fituar betejën time. Unë nuk bëj betejë për post. Nuk e bëj për post. Nuk po të, e kuptoj, nuk po të pyes për asë tjetër, po të pyes për Alesjen. Ju keni kontakte me ndërkombëtarë dhe nëse po, kush është opinioni Pa tyre diskutim, në- pa diskutim që po dhe shumë shpejt do të jem Shtetet e Bashkuara të Amerikës. do keni, mi fjalë, keni atë përkrajën e ndërkombëtarëve, pra ju kanë mirë pritur kandidimin tuaj, ju japin suportin. Kam raporte dhe me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe siç ja u thash, do jem shumë shpejt në SBA dhe ftoj të gjithë individët që besojnë tek unë më ndjekin në rrjetet e mia sociale, sepse shumë shpejt do të kem një takim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me personalitete të cilët janë shumë të vlerësuar në diplomacinë e jashtme dhe pa diskutim që do të shfaq gjithë potencialin tim dhe një vizion timin se si mund të bëhet Partia Demokratike më e hapur, më e fortë, më pro ndërkombëtare. Do keni kontakte me diasporën në Amerikë? Do shikoni mundësi të Patjetër që po, patjetër që po, patjetër që po. Diaspora është një pjesë shumë e rëndësishme, madje unë mendoj që është pikërisht diaspora ajo që i mungon Shqipërisë për të bërë një politikë moderne, një politikë më e mirë dhe një politikë më e shëndetshme. Nuk e di se ku do të shkoni ju në Amerikë, mi fjalë nëse mund të deklaroni ku mund të shkoni, sepse ne kemi njerëz që na ndjekin shqiptarë në Amerikë, ndoshta do kenë interesin Allah ta pasaj të jenë në takim me ju. Do ta bëj një njoftim zyrtar në momentin përkatës. Patjetër, por është problemi se si të gjithë e duan Amerikën dhe ne në Evropë s'na duan, mi fjalë, apo sidomos ne këtu në Gjermani, këtej ke parasysh shumë pak na viziton politika e djathtë. Gjithsesi, pra ne e menduam nëse Alesja nuk fiton, por nëse Alesja fiton, në 100 ditë që i parë në PD, kryetarja e Partisë Demokratike, çfarë do ndryshoni? Nuk ka rëndësi fiton individi Alesja, rëndësi ka të fitojë Eria. Mirë, nuk fiton individi Alesja, por do fitoj modeli Alesja. Rëndësi ka të fitojë Eria mbi të vjetrën, rëndësi ka që të ecim mbas parimeve demokratike, rëndësi ka që të kemi një parti demokratike në të cilën struktura funksionon mbas të garave demokratike, të kemi meritokracinë, të kemi fituesit të krye. Të kemi rini përfaqësimi 30%, të kemi profesionistë intelektual, cilët neve t'i dëgjojmë dhe t'i marrim mendim, të thërrasim çdo demokrat larguar të ribashkohet prapë tek familja e tyre që është Partia Demokratike e Shqipërisë, se vetëm kështu bëhet PD-ja fituese. Alesja, shiko tani. Kemi kaq që po flasim dhe ju vazhdimisht dhe më të drejtë, pra flisni për rinin, flisni për forcat e reja, flisni për modele të reja, shumë dakord. Por në të vërtetë Alesja, brenda teje mendon që ka shumë ose lihet hapësirë që të vi ky brez dhe të afrohet këto modele. Hapësira në asnjë brez nuk është lejuar, por duhet kërkuar, duhet luftuar që të arrihet. Asgjë nuk t'jepet falas dhe pa diskutim, si unë ka shumë të rinj dhe të reja që duan të artikulojnë me zë dhe unë mendoj që sa më shumë të flasim, më shumë do na bashkohen njerëzit për të bërë ndryshimin e madh. Nuk të lën askush vendin e tij për të ardhur ti dhe nuk ndrohet një model pa e luftuar atë model. Kështu që jam plotësisht dakord sepse nuk ka pse ta shon vendin Berisha nëse ti nuk lufton dhe nëse ti nuk përpiqesh, por jeni në pakët zë që ngrini zë. Ndoshta mund të ketë shumë, por në të vërtetë nuk është se ka zëra shumë dhe prandaj bëra edhe pyetjen. Ka pasur shumë zëra PD-ja, po të gjithë ato që e kanë provuar me zotin Berisha kanë humbur betejën. Tani është rradha jonë të bëjmë betejën tonë. Rëndësi ka që ne në fund të fitojmë tek modeli, jo te individi. Të duhet ta kuptojë antarësia e Partisë Demokratike. Kuptoj shumë drejt, po duket si Shiko tani, unë do të bëj një pyetje ndryshe.
Tani, ju keni hyrë në këtë betejë për ta fituar Partinë Demokratike apo për ta shpëtuar Partinë Demokratike? Pra flas për ta shpëtuar, keni një staf apo një model që do e mbështes këtë modelin tuaj? Tani, unë në këtë betejë kam hyrë për ta fituar dhe pa diskutim që kur them për ta fituar, për të fituar modeli, për të fituar PD-ja, për të fituar demokratët, që të kenë nesër një leadership të ri, një leadership i cili lufton për demokratët dhe jo për interesin personal, një leadership që i ka raportet e mira dhe është krahas institucioneve drejtësisë jo kundra, një leadership i cili ka mirë raportet me ndërkombëtarët, vetëm kështu bëhet PD-ja fituese. Dhe një individ i cili do lejoj demokratizimin e çdo strukture në Partinë Demokratike për të ardhur PD-ja në pushtet, jo duke bunkerizuar me humbësit edhe me rrethin e tij ngushtë familjar. Alesja, unë kam me ty biseda zgjat pafund, sepse je vërtet një person që flet pa ndroj, pa dorashka. Por duke patur parasysh që ju keni dhe obligimet e tjera, jemi detyruar që duke respektuar momentin tënd, sikur ti na respekton ne në çdo ftesë, unë do të them vetëm të jam mirënjohës që ishe në bashkëbisedim me mua sonde dhe uroj që kauza juaj të fitojë. Ju falenderoj, për mua është gjithmonë kënaqësi dhe bisedën tjetër do jemi më gjatë bashkë, mbasi të marr edhe konfirmimin ose jo zyrtar të Partisë Demokratike. Herën tjetër do paguash edhe këtë që i ke para kohë, pra i bie që do rrinë nga 3 orë. Patjetër, prandaj thash. Ju përshëndes, ju falenderoj edhe unë juve. Natën e mirë. Natën e mirë. Atëherë, të nderuar miq, do të më mirë kuptoni, sepse me zonjën Balliu kemi komunikuar dhe ajo tha që mund të rri rreth 1 orë, sepse kishte obligime të lehta familjare dhe duhet të mirë kuptojmë sepse njerëz jemi dhe pavarësisht jemi të politikës apo të artit apo njerëz të thjesht, secili prej nesh ka obligime dhe ka përgjegjësi dhe detyra të veta familjare dhe personale dhe ne do të jemi të mirë kuptueshëm, por unë do ta falenderoj edhe për kaq kohë sa ishte në bisedë me ne. U përpoqja aq sa më dha koha dhe mundësia për të bërë disa pyetje ashtu siç unë i kisha menduar, sepse nuk e di, a ishin pyetje të drejta dhe a ishin pyetje që edhe për ju ishin interesante, por unë përpoqja të kuptojmë diçka në kandidimin e Alesja Balliut dhe në lëvizjet ndryshe që po ndodhin pranë Partisë Demokratike, në përplasjet, në distancë që kanë njëri me tjetrin, sepse me thënë të drejtën të vjen keq Partia Demokratike me sa po kuptohet po shkon drejt një përplasje tjetër dhe askush prej nesh, shënci ka, pastaj a jemi të djathtë, a jemi të majtë, a jemi të Partisë Demokratike, apo shënci ka, por askush prej nesh nuk do donte një opozit të dobët, apo të kishim një Parti Demokratike të dobët dhe nëse këta faktor e çojnë Partinë Demokratike sërish në një përplasje të dytë, sinqerisht do thosha që pastaj nuk e di, jo se s'ka parti të reja, jo se parti të reja nuk po bëjnë ndoshta të punën e tyre, por një konflikt tjetër brenda Partisë Demokratike mendoj që do psonte tej masë shumë dhe në përgjithësi jetën opozitare në Shqipëri. Dhe të gjithë këta faktorë, duke filluar nga doktor Berisha dhe duke përfunduar ndoshta edhe me Alesja Balliu, pra që ishte sonte në emision, qoftë edhe Saljani apo gjithë të tjerët, mendoj që duhet të mendojnë mirë dhe të gjejnë një gjuhë të përbashkët që Partia Demokratike mos të shkojnë në një përplasje të dytë, sepse më mirë kuptoni miq, unë nuk jam militant asnjë partie dhe për mua nuk ka rëndësi është Partia Demokratike, është Partia Socialiste, është Lapaj, është Partia Mundësia, çonci ka. Për mua, si Leonard dhe ne si qytetar, ne duam një qeveri të përgjegjshme dhe një opozit të përgjegjshme. Sikurse dua edhe një qeveri të ndërgjegjshme, dua edhe një opozit të ndërgjegjshme. Sepse një shtet që nuk ka opozit,
mendoj që pastaj ne kalojmë edhe në diktaturë, sepse nuk është thjesht për të thënë duam fjalën, flasim lirë, po diun çan gjitha të tjera. Por në Shqipëri është shkatërruar apo është vdekur në një vdekje klinike çdo qeliz e jetës ndryshe, po komunikimi ndryshe, pra sepse jemi një shtet që s'ka sindikata. Sindikatat i kemi politike, shoqëri civile kemi të përçara, të sakatuara, po diun, mi fal, zërë se s'kemi fare. Atje problemet janë pafund, probleme pronash, probleme ekonomike, probleme nga të gjitha llojet. Dhe nëse edhe Partia Demokratike vazhdon me këto përplasjet e veta, vazhdon me këto coptimet e veta, atëherë sinqerisht ne nuk e di se çfarë duhet të themi si qytetar, dhe unë i rikthehem asaj që përdor në çdo emision. Ne jemi media që ndiqemi në diasporë. Në diasporë janë mbi 1 milion, që flitet mbi 1 milion e rreth 1 milion e gjysmë shqiptar që jetojnë në diasporë, që tashmë kanë marrë dhe drejtën e votës. Miqtë e mi, diaspora duhet të bashkohet, diaspora duhet të bëhet një zë, diaspora duhet të bëhet një dorë, diaspora duhet të marrë fatet e kombit në dorë. Pra, jo të bëhet diaspora, jo Partia Demokratike, jo Partia Socialiste. Miqtë e mi, në diasporë ne jemi të gjithë barabar, sepse paguajmë taksat këtu, jetojmë këtu, ushqemi këtu, rrisim fëmijët këtu, dhe këtu nuk kemi demokrat socialist, nuk kemi Berish, nuk kemi Edi Rama. Por ama të gjithë këtu ne themi Shqipëria. Të gjithë ne këtu kërkojmë të ndryshohet Shqipëria. Miqtë e mi, me këtë do ndryshohet Shqipëria? Me prindërit tanë që janë pensionistë, me këtë ndryshohet Shqipëria? Me njerëz që janë në punë, që janë buxhetorë, që janë rreth 200.000 në administratë, që normalisht ai do votoj për atë që jep rrogën, për atë që jep bukën e gojës. Kush e dal në protestë në Shqipëri? Tani nuk është puna vetëm të protestohet, vetëm të bërtitet dhe vetëm të klithet. Problemi është që duhet të merren përgjegjësi mbi vete. Dhe diaspora duhet, sinqerisht, duhet të reagojë dhe duhet të mendojë për vendin dhe duhet të bashkohet dhe duhet të dalë me platformë të qartë. Diaspora duhet të bëhet e përgjegjshme. Dhe përveç se e përgjegjshme duhet të ndërgjegjësohet që kombi Shqipëria është në rrezik, sepse po e shikojmë se çfarë po ndodh në gjithë botën. Dhe Shqipëria tashmë është e dobët, sepse gjithë e dimë problemet që ka qeveria, i dimë të gjithë, nuk kemi pse t'i themon, i dini ju të gjithë, por ne po dimë edhe problemet që ka opozita. Po e shohim se kush është opozita. Për shohim se çfarë opozite kemi. Dhe të gjitha këto i bie që qoftë larg mos ndodh një problem në Ballkan. Por ama po ndodh një problem në Ballkan, Shqipërinë e kemi të dobët. Dhe duke patur Shqipërinë të dobët, miqtë e mi, edhe ne kemi përgjegjësi. Ju të gjithë jeni më të zgjuar se unë, nuk keni nevojë për fjalën time, për monologun tim, por unë më se kam një mikrofon përpara, po flas për të gjithë ata që më dëgjojnë. Dhe Window Radio do jetë për çdo kënd, për çdo person që ka dëshirë të thotë një mendim, të flasë për një projekt, të diskutojmë, të bashkëbisedojmë, pra kjo media sa do e vogël do jetë në dispozicionin e çdo kujt pa censurë dhe pa ju ndërprerë fjala dhe pa ju tjetërsuar mendimi. Kështu që na shkruani në numrin e radios në WhatsApp, mund të shkruani në Messenger, mund të shkruani mua në rrjetet e mia sociale. Pra, ju të keni, mund të shkruani moderatorëve, qoftë moderatorit, pra miku tim Gencit që ka studio në Londër, pra zoti Genc Paçuku që është me studio në Londër, mund të shkruani zonjës Madjana Nuredini që është me studio në Padova në Itali. Pra, mund të shkruani ku të doni dhe Window Radio do jetë gjithmonë e hapur për ju. Po ashtu mund të shkruani edhe te emisioni Pa Kufi që ka zonja Deti Zogu, pra gjeni mundësinë, kontaktoni me këtë do prej nesh dhe Window Radio do jetë
për të gjithë ju e hapur. Por mos harroni, diaspora ka përgjegjësi për të marrë përgjegjësi mbi vete. Diaspora nuk duhet asnjëherë të shmangët dhe nuk duhet të thotë pse s'po bëhet Shqipëria, pse s'po ndryshon Rama, pse s'po ndryshon Berisha, pse s'po ndryshon tjetri. Por duhet të bashkohemi dhe të dalim jo për të bërtitur, por të dalim me projekcione të qarta. Ju kërkoj ndjes për këtë monolog, ndoshta të zgjatur timin, unë fola me qenë se pata kohë, sepse zonja Alesja Balliu nuk e pat të plot kohën që të qëndronë në bisedë me ne, dhe unë shfrytëzova këtë mundësi për të komunikuar kështu me ju. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, ju përqafoj përzemërsisht për kohën që më dhuruat për të na ndjekur. U jam mirënjohës pafund për suportin tuaj që më jepni dhe që jepni Window Radio, që jepni çdo moderatori në Window Radio. Falenderoj të gjithëve dhe ju jam shumë mirënjohës edhe atyre që përcjellin kritika që ne të rritemi, që ne të bëhemi më mirë, të bëhemi më të fuqishëm, sepse kritika juaj është ajo që ne na animon për të ecur. Falenderoj edhe ata që na urrejnë, apo që nuk kanë dëshirë të na ndjekin, apo që nuk kanë dëshirë që ne të ecim, edhe ata e falenderojmë, sepse në fundit edhe për ata flasim, edhe për ata ne bashkëbisedojmë. Tani që mos asgjë më tepër, ju falenderoj edhe një herë, do të them natën e mirë dhe qoftë një natë sa më këndshme dhe sa më mirë për të gjithë ju, dhe mirë takofshim nesër mbrëmë me një tjetër të ftuar dhe me një tjetër bisedë që mendoj që do jetë një bisedë shumë interesante. Ju përqafoj, natën e mirë. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.